Edhe diçka tjetër interesante që kam dëgjuar, zonat e malit. A mi shpjegon pak çfarë janë? Zonat e malit. Urti, ne i thojmë urti, edhe zonat, po urti e malit. Nuk jam gabim në term, po edhe t'jem, ata e din që unë në bëj pa. Po, zonat e malit e urti e malit. Okej, kanë kënë periulla kohet, unë nuk jam me thonë jemi agnostik, nuk jam një besimtar, kush e din i asni besimit. Me besim jam i katolik, po nuk jam shumë besimtar në të drejtën. Thua ju pak çfarë ke studiuar? Këna studiue gjëna nga matë në rishmet. Thua e pak lutem. Po jo studime. Çfarë ke studiuar? Po këna studiu pak historinë edhe pak misticizmin, pak sa me... Që jam shumë kurioze të dëgjoj. Mirë po, me të thonë drejtën, kjo zonat e malit janë janë një mister si janë të njerëzit, të malsort, janë jashtëzakonisht të binun. Se zonat e malit kanë, janë edhe do t'jenë. Mirë po, aty unë nuk e di me thonë drejtën se si periullat e kohës ndoshta ka kanë edhe një inspirim për me një inspirim natyror për me i bon njerëzit me rezistue, me... Bënd të patrembur, të fort. Patrembur, po, bravo. Kjo ka kanë besoj unë me periulla kohet, se një gjanë si ka kanë atëherë, pse tash... Nuk është ma. Pse tash nuk është, Michal, duhet me pa kanë dishka si një gjanë shumë e mirë. Zonat e malit se si do si kanë funksionue, unë besoj se kanë njerëz zakonisht, njerëzve u kanë lanë frymëzim, njerëzve u kanë lanë kuraje me mjetue, me mposht pushtuesin, me mposht të keqen, edhe me që thua asaj me mjetue. Po prap nuk e kuptova, çfarë janë konkretisht? Zonat e malit, thash pra, kjo është i mister, nuk mund është me spjegu ti, ata thonë janë zona malit janë si femna, edhe janë papa me të bukura, shetisin, rrinë për livadhen e për ashtu. Bjondet e gjata. Bjondet gjata, absolutisht me fjalë në disa besime spjegohet si vetëm kur shkojsh në paradajs mundesh me zgjedh si lloje. Mund të gjesh. Po. Edhe çfarë bënin këta për ju këtu? Çfarë? Ato të dhëshin për shembull, dhëshin njerëzve të paktën u kanë dhënë kurajo. Kanë dhënë kurajo, mbështetje, i kanë mbështuar prej situatave. E ke parasysh, tu ka shumë gëjdhana, ka pas dragoj, ka pas zana, ka dragoj, nuk e dija mërë veshti. Po, dragoj. Unë diqa vetëm s'po mu e kuptoj tash, pse s'ka tash. Edhe për qa unë besoj se ka ken një periull kohet, si ka ken jashtëzakonisht e nevojshme njerëzit me marrë frymëzim, me kalu e vështërësit si kanë pas. Po, më duket shumë e çuditshme, diçka që nuk është pare, nuk është prekur të merret që ka ekzistuar. Unë për veti është jam një njeri si nuk kom eksperiencë në atë fush, se nuk i kom pa. A ke dëgjuar ndonjë që ka parë? Absolutisht kom një gjue. Kam një gjue si i kanë pa zonat, i kanë bile, ne kena... Këto, unë besoj se këto futen edhe i kalojnë, janë para, me qëllë, besoj se janë qysh në kodë paganizmit, shqiptar, besoj se janë shumë më të vjetra se so fenat, se me fe për shembull ti një do smujti besoj shkollë, edhe mos harroti se në zona tona, edhe në veri të Shqipërisë, përgjithësi kërë Shqipëria, po veriu, kena shumë zona pagane, pa vetë dije, si edhe sot e kësaj ditet, i praktikojmë, i jetojmë, por faktikisht janë pagane, s'kan lidhje as me fen hiç. Edhe janë jashtëzakonisht në fe nuk pranohen, po na i kena, jetojmë me to. Pasha tokë e qiell, për shembull, bën njeriu këtu be, pasha tokë e qiell. Tokë e qiell nuk bën be, as i krishterë, as muslimani s'bën tokë e qiell, se nuk e ka feja, nuk ja praktikon këtë mënyrë. Po kurse na bëjmë, i na lidhën me zotat e, a ke parasysh zotat të shumt, jo vetëm një mono. E di çfarë po mendoja? Më bëri shumë çudi kjo e zanave. Ti thuaj që atë epoka kanë ekzistuar, po tani s'ka.
Unë këtu për shembull vetëm këtu e shoh pse nuk ka tash. Duhet kenë, po unë për shembull tash nuk ka ndonjë po, nuk e di njerëzit janë edhe gjona që mos harro ti, këto vende dikur kur jam kanë fëmijë, ka shumë vende si thonshin atje mos kalo natën. Edhe ka shumë vende si edhe sot unë kësaj dite, unë nuk kom frikë tash natën, se kom hiç frikë, po dikur si kalamaj kisha frikë se ishin zonat ndaluara, se thënshin këtu ka zona, e këtu ka zona me fjale mi natyrshme, si ti nuk mundesh ndoshta as ti shofsh, por mundesh të biesh në kundërshtim me natyrën edhe me këtë e në rritë, fatkesisht i thosha, fatkeqësisht nuk e di, po... Kujdes se fantazma gogol. Këto fantazma të gjëna janë krejtësisht treja, ne po thëmë flasim për do gjëna jashtëzakonisht shumë më të vjetra, shumë më të lashta, zonat e malit e këto janë jashtëzakonisht gjëna lashtë. A del natën shumë male gjë? A del? Del? Natën? Ti, Natën të shi, po më zuni nata, po tentoj mos të më zonë nata shumë lërë. Jam akoma në atë botën e zanave, se imaginoj do të jetë. Anena të burimet, të liqejt, këtu menohet se ato rishin. Hajmë për dalim sot natën e ta shokim. Po dole, po, hajde, ja si po me. Si po? Zonat e malit.